U rithyem sërish në studio për të vazhduar edhe mëtej në pjesën e dytë të emisionit, gjithmonë me të ftuarit tanë, ku edhe në fillim të emisionit potencova se sot është 7 prilli, dita botërore e shëndetësisë, një ditë që synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit dhe për sfidat me të cilat përballen sistemet shëndetësore. Kjo ditë shërben edhe si një moment të reflektimi për të parë se ku qëndron të themi sistemi shëndetësor dhe çfarë duhet përmirësuar në mënyrë që qytetarët të kenë qasje më të mirë në shërbime cilësore. Dhe sot me mua për të folur më shumë për këto çështje, por edhe për shëndetin e fëmijëve, në studio kemi të ftuar mjekun dhe njëkohësisht drejtorin e klinikës për fëmijë, zotrin Recep Mehmeti. Mirë se erdhët, i nderuar në emisionin Ritmi i ditës. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Atëherë shënohet dita botërore e shëndetësisë, 7 prilli. Çfarë mesazhi përcjell kjo ditë dhe pse është e rëndësishme të shënohet kjo ditë në mbar botën, por edhe në vendin tonë? 7 prilli shënohet botërisht si dita botërore e shëndetësisë. Në fakt është dita e themelimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë me 7 prill të vitit 1948 dhe çdo vit Organizata Botërore e Shëndetësisë veçon një temë të posaçme nga sfera e shëndetësisë me çka spikat nevojën edhe promovon nevojën për kujdesin shëndetësor dhe rëndësinë e shëndetit global. Kështu që Organizata Botërore e Shëndetësisë është një autoritet ndërkombëtar i cili kujdeset për shëndetin e njerëzimit edhe planetit ton. Këtë vit Organizata Botërore e Shëndetësisë ka filluar një kampanjë në moton së bashku për shëndetin dhe të qëndrojmë me shkencën që nënkupton një qasje pak më gjithëpërfshirëse dhe ku potencon nevojën e promovimit të bashkëpunimit shkencor me qëllim që të mbrohet shëndeti i njerëzve, i botës bimore dhe shtazore edhe i gjithë planetit. Dhe kjo thekson rëndësinë e bashkëpunimit multilateral dhe për që kanë fokus shëndetin e njerëzve dhe të planetit. Prandaj këtë vit kjo kampanjë ka filluar me ngjarje të mëdha. Sot në Francë, në Lyon të Francës, mbahet samiti ndërkombëtar One Health apo një shëndet, ku po ashtu në këtë summit do të promovohet edhe forumi global i qendrave të bashkëpunimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku do të marrin pjesë më shumë se 800 institucione shkencore nga më shumë se 80 vende të botës, dhe ku në fokus kanë potencimin e arritjeve shkencore, rolin e tyre dhe bashkëpunimit shkencor mes ekspertëve të fushave të ndryshme, e të cilët kanë për qëllim shëndetin jo vetëm të njerëzve, por edhe shëndetin e botës bimore dhe shtazore të gjithë planetit, për shkak se të gjithë këta faktorë janë të ndërlidhur angusht mes vete dhe nga gjithë këta faktorë mvaret edhe shëndeti i vetë njerëzve. Mund të na thoni se cilët janë aktivitetet të cilat do zhvillohen në vendin tonë, por edhe konkretisht edhe në klinikën ku njëkohësisht jeni edhe ju udhëheqësi i klinikës për fëmijë? Do thënë 7 prillin e shënojnë organizata të ndryshme, qoftë qeveritare dhe jo qeveritare dhe institucione të ndryshme, të cilët kanë ndërditshmëri me fushën e shëndetësisë, dhe në fokus është promovimi i masave, duke filluar nga ato preventive deri te ato të trajtimit të sëmundjeve të ndryshme, me qëllim që të ngritet vetdia e njerëzve për rëndësinë e mbrojtjes së shëndetit në përgjithësi. Kuptohet edhe në si klinikë pediatrike, domethënë si qendër e vetme e terciare që kujdeset për shëndetin e fëmijëve. Japim rëndësi të veçantë të kësaj dite,
duke filluar me aktivitetet që kemi në klinikë dhe duke promovuar vazhdimisht rëndësinë e kujdesit për shëndetin e fëmijëve, për shkak se në këtë mënyrë ne ndikojmë pastaj edhe në shëndetin e gjeneratave të ardhshme. Si kemi shëndetin e fëmijëve, ne në të ardhmen do të reflektohet edhe në shëndetin e një populli të tërë. Atëherë, doktor, mund të na thuani, duke pasur parasysh këtë ditë, sa është e rëndësishme që shoqëria të reflektojë, të themi, për kujdesin ndaj shëndetit dhe funksionimin e sistemit shëndetësor? Kuptohet, me thënë, çdo shoqëri orvatet dhe duhet të bëj përpjekje që të avansoj kujdesin shëndetësor, duke filluar nga niveli primar preventiv shëndetësor edhe deri tek nivelet tjera qoftë të trajtimit edhe rehabilitimit, me qëllim që të kemi një shoqëri sa më të shëndosh dhe sa më produktive. Prandaj, siç edhe Organizata Botërore Shëndetësore këtë vit i vendon theks të veçantë zhvillimit shkencor dhe njohurive shkencore, dhe shoqëria jonë edhe ne të gjithë do të bëjmë përpjekje që të kontribojmë, që të avansojmë shkencën, njohuritë tona, këmbimi i përvojave mes institucioneve dhe vendeve të ndryshme, me qëllim që këtë kjo në fund të përkthehet me kujdes sa më cilësor dhe efekte shumë sa më pozitive në trajtimin, parandalimin dhe trajtimin e gjendjeve të ndryshme shëndetësore apo sëmundjeve të ndryshme. Doktor, mund të na thuani se si e vlerësoni gjendjen aktuale të sistemit shëndetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Në esencë mendoj se kemi një sistem mirë të organizuar. Kuptohet, sfidat janë gjithmonë para nesh, për shkak se jemi një shoqëri që akoma jemi në zhvillim e sipër sa i përket të arriturave shkencore dhe niveleve më të larta të kujdesit dhe shërbimit shëndetësor. Mendoj se kemi një bazament të mirë, qoftë nga aspekti i shkollës medicinale, mjekësore, por edhe nga aspekti i potencialit kadrovik njerëzor, dhe kuptohet organizimi i të gjitha niveleve të sistemit shëndetësor, duke filluar nga i primar, sekundar dhe terciar, është i rëndësishëm që në fund të kemi kujdes dhe shërbim sa më cilësor. Gjithmonë kemi hapësirë për avansim, për zhvillim, për përparim, dhe secili individ apo institucion në vete duhet të bëjë përpjekjet që të kontribojë që ky organizëm të funksionojë sa më mirë, duke bërë punën tonë secili në fushën edhe në vendin ku vepron. Mund të na thuani se cilët janë sipas jush sfidat kryesore apo ngecjet, të themi, të cilat përballet sot sistemi shëndetësor, të themi, në vendin tonë? Tani, sistemi shëndetësor i ka 3 shtyllat kryesore. Ato janë infrastruktura, që nënkupton hapësirat të përshtatshme për veprim, për kujdes e trajtim ndaj pacientëve, që po ashtu kanë edhe rolin e vetë që ndikojnë në akomodimin edhe në kujdesin ndaj pacientëve. Pastaj shtylla e dytë është pajisjet mjekësore, që shërbejnë qoftë për diagnostifikim apo për trajtim të sëmundjeve të ndryshme, që po ashtu kanë një rol të rëndësishëm në mjekësinë moderne, pa të cilat do të ishim shumë pak efikase, shumë pak cilësor. Dhe shtylla e tretë, që është më pak e rëndësishme, janë potenciali kadrovik, do të thonë kuadrët profesionale, të cilat po ashtu kanë rolin qendror në kujdesin e trajtimin shëndetësor. Kuptohet,
shumë shtete, po edhe vendi jonë ballafaqohet me problemin e mungesës kuadrove dhe temi ikjes së kuadrove shëndetësor dhe kuptohet këtu të gjithë faktorët shtetëror edhe shoqëror duhet të marrin masa që të zbutet kjo ikje dhe të kemi sa më shumë kuadro cilësor në vendin tonë të cilët do të kontribojnë për shëndetin e shoqërisë tonë. Mund të na thoni sa ndikon kjo pjesa e largimit të kuadrove shëndetësore në funksionimin e institucioneve shëndetësore? Siç e theksova, kuadrët janë shtylla kryesore e sistemit shëndetësor, duke filluar nga të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor dhe pa to nuk mund të kemi as shërbim shëndetësor. Prandaj jo vetëm kuadrët si kvantitet, por edhe si cilësi janë të rëndësishme për të pasur një sistem më funksional edhe më efikas shëndetësor dhe në këtë mënyrë ajo të përkthehet pastaj në kujdesa më të mirë për njerëzit edhe për shoqërinë në përgjithësi. Sa e rëndësishme është e shtetit të investojë më shumë në infrastrukturë pajisje dhe në staf mjekësor? Po ashtu infrastruktura si një nga shtyllat e sistemit shëndetësor është e rëndësishme për shkak se në ato hapësira, në ato infrastrukturë ne bëjmë ekzaminimet, trajtimin dhe kujdesin ndaj pacientëve dhe kuptohet sa më dinjitoze që të jenë ata hapësira dhe ato kushte, aq më mirë do të ndihen pacientët edhe do të kemi një reflektim më pozitiv dhe kuptohet edhe pajisjet mjekësore janë shumë të rëndësishme nga se shumë procedura diagnostifikuese apo për trajtim të sëmundjeve të ndryshme sot janë të ndërlidhura ngushtë me aparaturën mjekësore. Doktor, shpeshherë ke hasim në qytetarët të cilët ankohen për pritje të gjata të themi për trajtime kështu me radhë. A mendoni se ka hapësirë për t'u përmirësuar dhe pse ndodh kjo? Kuptohet, do të thënë kur kemi numër të reduktuar të profesionistëve të punëtorëve shëndetësor, ajo pastaj reflektohet edhe tek procesi më i ngadalësuar i shërbimeve shëndetësore. Dhe këtu përsëri theksohet nevoja e kuadrove shëndetësor, qoftë mjek, qoftë infermier edhe personel tjetër mjekësor, i cili do të jetë sa më shumë në numër që të kemi edhe reduktim të pritjeve apo të listave për pritje. Por kuptohet gjithkund në botë për të ne është ndërtuar një sistem i termineve, sa më shumë e respektojmë atë sistem, aq më mirë do funksionojmë. Përjashtim normal bëjnë rastet urgjente dhe që kanë nevojë për trajtim më intenziv edhe më urgjent. Por mendoj se jemi në rrugë të mirë edhe pse gjithmonë mungesa e kuadrove shëndetësor është një nga sfidat kryesore të sistemit tonë shëndetësor. Kuptohet edhe hapësirat apo infrastruktura dhe aparatura mjekësore. Duhet të mundohemi që të jemi në hap me trendet bashkohore që të përcjellim të arriturat shkencore edhe qoftë në diagnostifikim edhe në trajtim të sëmundjeve të ndryshme. Po të thova edhe në fillim që ju drejtoni klinikën për fëmijë, jeni drejtor aktualisht në klinikën për fëmijë. Si është situata aktuale në këtë klinikë? Mund të na thoni kush më mirë se vetë ju që ju e drejtoni këtë institucion? Klinika e fëmijëve është institucioni më i lartë i nivelit terciar në fushën e pediatrisë dhe trajton rastet më kritike, më të rënda të sëmundjeve tek fëmijët dhe të cilat raste vinë nga të gjitha vendbanimet e vendit tonë. Domethënë ne jemi një formë stacioni fundit i shërbimit terciar pediatrik
ku ekspertët të degëve të ndryshme të pediatrisë ofrojnë shërbime më cilësore, kemi një staf të mrekullueshëm dhe kemi shërbime të fushave të ndryshme të pediatrisë. Pediatria është një degë speciale e mjekësisë, e cila është paraqitur, është zhvilluar para sa më shumë se një shekull dhe u paraqit si rezultat i njohurive dhe fakteve të cilat me kohë dëshmuan se problemet shëndetësore tek fëmijët dallojnë shumë nga ata tek të rriturit. Dhe se fëmija sa më i vogël që është, aq më shumë dallon nga një organizëm i rritur, qoftë për nga veçoritë anatomike, fiziologjike, ose edhe për nga reagimi i fëmijës ndaj agjensëve patogjenik të jashtëm. Kështu që fëmija nuk është një organizëm i rritur në miniatur, por është një organizëm me specifikat dhe veçoritë e veta. Prandaj fusha e pediatrisë është shumë specifike, me përgjithësi shumë të mëdha dhe shumë dimensionale, aq më tepër që ka kujdesi ndaj shëndetit të fëmijëve reflektohet pastaj apo rezultatet e këtij kujdesi ndaj zhvillimit të fëmijëve reflektohet në shëndetin e gjeneratave të ardhshme apo të një populli të tërë. Prandaj pediatria ndryshe quhet edhe si mjekësia preventive e popullsisë së rritur. Edhe mbart mbi vete një përgjegjësi shumë të madhe, për shkak se duke i trajtuar sëmundjet tek fëmijët dhe duke i evituar pasojat e rënda, ne kontribuojmë që të kemi një popull sa më të shëndetshëm, edhe sa më produktiv edhe sa më kontribues në zhvillimin e një shoqërie. Prandaj kemi mbisupe përgjegjësi të mëdha, aq më tepër që pediatria jo vetëm që kujdeset për sistemet organike dhe proceset biologjike, por ka për kujdesje edhe ndikimin e faktorëve social, shoqëror mbi shëndetin jo vetëm fizik, por edhe shëndetin mental edhe shpirtëror po psikologjik tek fëmijët dhe te mirëqenia e tyre dhe familjeve të tyre. Prandaj mund të them që kemi një përgjegjësi të madhe mbi supet tona. Jemi munduar që përderisa jam në krye të klinikës së fëmijëve për këtë një vit e gjysmë, jemi munduar që të punojmë, të përmirësojmë këto trishtilla që i përmendëm, qoftë në aspektin e infrastrukturës së objektit të klinikës së fëmijëve. Kemi bërë disa investime shumë të rëndësishme, kemi përmirësuar dukshëm infrastrukturën dhe kapacitetet infrastrukturore, të cilat një pjesë i kemi promovuar, një pjesë do t'i promovojmë të ardhmen. Pastaj kemi kontribuar edhe në sigurimin e pajisjeve moderne mjekësore, një pjesë të madhe edhe përmes donacioneve, që e kemi lehtësuar edhe qoftë procesin e diagnostifikimit, por edhe procesin e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme, dhe jemi munduar po ashtu edhe të sigurojmë staf cilësor, për shkak se çdo herë kemi lëvizje, rotacion, një pjesë shkojnë në pension, një pjesë edhe largon, edhe ne gjithmonë duhet të kujdesemi që të kemi mjaftueshëm staf adekuat cilësor, i cili do të jetë në shërbim të shëndetit të fëmijëve. Kur jemi te stafi mjekësor, a është i mjaftueshëm ky staf mjekësor që ka klinika për të përballur edhe numrin e pacientëve? Besoni në fillim kur mora detyrën, jemi sfiduar nga mungesa e theksuar e stafit mjekësor. Mund të them mbi 100 vende të shprazura, që pastaj ajo u përkthyen në kërkesa të shumta nga gjitha repartet se nuk mund të funksionojnë pa staf mjekësor, dhe ishte një presion shumë i madh në fillim, nga se ballafaqohesh me mungesë të stafit në çdo repart, edhe në anën tjetër ato procedurat birokratike të sigurimit të stafit duhet të ndjeken, edhe bënëm përpjekje edhe me gjitha organet dhe institucionet përkatëse që të sigurojmë një numër të caktuar dhe të angazhojmë staf të ri, për cilin po ashtu duhet pasur parasysh se duhet nevojitet kohë që ai staf të trajnohet,
vendohet në proces të shërbimit shëndetësor, për çka duhet edhe kohë edhe angazhim i plus. Dhe mendoj se një pjesë të këtij problemi që kishim në fillim kemi arritur ta zgjidhim, mirë po akoma ballafaqohemi me mungesë të stafit, qoftë mjek, qoftë personelit të mjekësor. Edhe personel teknik, po ashtu, se ne kemi edhe personel teknik i cili kujdeset për shumë shërbime tjera, të cilët nuk janë të ngushta mjekësore, mirë po kontribojnë në mbarvaqjen e procesit dhe shërbimeve shëndetësore dhe kujdesit ndaj pacientëve, duke filluar nga kuzhina edhe deri tek higjiena e kështu me radhë. Përveç mungesë të kuadrit, mund të na thoni se me çfarë sfidash përballeni më së shumti në punën e përditshme? Kuptohet, ne kemi ato sfidat e rasteve të rënda, urgjente dhe të sëmundjeve të rënda, dhe sigurimin e trajtimit apo edhe terapisë bashkohore. Shkenca avanson, kemi terapi të reja dhe të cilat terapi në shumë raste edhe janë të kushtueshme, kanë implikime të theksuara financiare, dhe këto janë faktorë që ne duhet t'i menaxhojmë. Me njërën anë kemi faktet shkencore, avansimet shkencore, terapi të reja, në anën tjetër sfidat për të siguruar ato terapi. Por mendoj se mund të theksoj faktin që Klinika Universitare për Sëmundjet e Fëmijëve në pjesën më të madhe qëndrojmë në hap me zhvillimet bashkëkohore shkencore edhe të sigurimit të terapisë më moderne. Mund të theksoj faktin këtu, për shembull, përderisa para disa viteve kemi patur listë të pritjes për hormonin e rritjes, sot nuk kemi listë të pritjes. Gjithë pacientët të cilët kanë indikacione për të pranuar këtë terapi, sot e kanë të siguruar. Falë angazhimit të institucioneve shëndetësore edhe klinikës sonë. Pastaj kemi terapinë më moderne për pacientët me fibrozë cistike, e cila deri para disa viteve s'ka qenë as pak prezente, mirë po falë angazhimit tonë të përbashkët, ne kemi arritur të sigurojmë terapi vitin e kaluar për të gjithë pacientët mbi 12 vjet. Këtë vit jemi para përgatitjeve që të sigurojmë terapi edhe për të gjithë pacientët mbi moshën 2 vjeçare, që do të thotë me këtë terapi dukshëm e përmirësojmë gjendjen shëndetësore të pacientëve edhe cilësinë e jetës së tyre. Pra, për shkak se nga fibroza cistike deri para disa viteve pasojat kanë qenë fatale, domethënë është një sëmundje shumë serioze gjenetike dhe kjo terapi moderne ndikon shumë në përmirësimin e gjendjes shëndetësore dhe cilësisë të jetës. Gjitha këto janë shembuj se si ne si klinik mundohemi që të jemi në hap me trendet bashkëkohore dhe të sigurojmë për pacientët tanë trajtimin më të mirë dhe më modern të mundshëm. Doktor, mund të na thuani se sa i rëndësishëm është vaksinimi për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve? Kuptohet, gjerne ekziston ajo e parimi që thotë që të prevenosh është më mirë se të shërosh. Dhe është më mirë në gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin e ngushtë shëndetësor, mjekësor, por në aspektin financiar. Në me thonë, të prevenosh shumë pak kushton se sa të shërosh, dhe vaksinimi apo imunizimi është një nga masat preventive që aplikohet në të gjitha vendet, edhe atë në ambrellën e Organizatës Botërore Shëndetësore, dhe ekziston ai kalendari i vaksinimit të cilin duhet ta respektojmë të gjithë, për shkak se është i ndërtuar mbi baza shkencore dhe të dhëna të cilët dëshmojnë se me aplikimin e vaksinave një numër i madh i sëmundjeve infektive, të cilët në të kaluarën ka qenë vdekjeprurëse, sot janë të menjanuara, faktikisht edhe nuk hasim bile raste hiç, që tregon se vaksinimi
na mbron në të shumtën e rasteve nga gjithë agjenset patogjen infektiv, të cilët kanë edhe pasoja fatale. Mund të na thoni se cilët janë ato sëmundjet më të shpeshta që hasni tek fëmijët, por edhe ato të themi më të rralla? Do të thonë, ne kemi repart intenziv ku vinë për shembull rastet më të rënda kritike, duke filluar nga foshnjat e posalindura, të cilët lindin me ndonjë problem akut dhe kanë një gjendje më të vështirësuar klinike, dhe duke filluar nga smundjet respiratore, smundjet neurologjike, smundjet e rralla gjenetike, kështu me radhë, dhe pastaj duke vazhduar tek smundjet malinje, kemi repartin e hemato-onkologjisë, që trajton smundjet e kancereve të ndryshme tek fëmijët. Pastaj kemi repartin e pulmologjisë, smundjet respiratore, kardiologjisë për smundjet kardiovaskulare. Kemi repartin e imunologjisë që trajton problemet me imunitetin tek fëmijët. Pastaj repartin e gastroenterhepatologjisë, smundjet e sistemit të tretjes. Repartin për fibrozë cistike, siç potencova, si një qendër e vetme për trajtimin e fibrozës cistike në nivel shtetëror tek fëmijët, dhe smundjet neurologjike, po ashtu kemi smundjet e ndryshme të sistemit nervor, që trajtohen nefrologjia, smundjet e veshkëve, dhe kemi po ashtu edhe laboratorin biokimike të avansuar që ofron analiza të ndryshme laboratorike për zbulimin e smundjeve të ndryshme dhe përcjelljen e tyre. Ashtu që mund të veçoj për shembull repartin e screeningut neonatal, ku bëhen ekzaminim i çdo foshnje që lind në vendin ton, merret nga një pikë gjak për të bërë analiza screening për disa smundje të rralla gjenetike, siç është fibroza cistike. Do të thonë që në lindje ne çdo fëmijë e ekzaminojmë vallë e ka këtë smundje ose jo. Që tregon se që në ditët e para ne mund të vendojmë diagnozën edhe të marrim masa adekuate me kohë që të parandalojmë pasojat e mëdha negative. Pastaj kemi smundjen e hipotirozës kongjinitale, po ashtu një smundje shumë e rrezikshme, mirë po ne me kohë e zbulojmë dhe ka trajtim adekuat, dhe me këtë trajtim ne i sigurojmë fëmijës një zhvillim me rritje normale. Por sikur mos të zbulohet kjo smundje, pasojat janë shumë fatale. Edhe smundje të tjera. Mund të na thoni se cilët janë disa nga gabimet që shpesh herë i bëjnë prindërit kur bëhet fjalë për kujdesin ndaj shëndetit të fëmijëve? Tani kuptohet, kujdesi ndaj fëmijëve është një sfidë për çdo prind, çdo familje, dhe ajo që është me rëndësi që është që prindërit të përcjellin rekomandimet e autoriteteve shëndetësore dhe të mjekëve am. Për shkak se mjekët am janë kujdestarët e parë të shëndetit të familjeve tona. Dhe kuptohet bashkëpunimi apo këmbimi i këshillave është me rëndësi që këto këshilla të respektohen, dhe po ashtu kujdesi më i madh ndaj fëmijës. Ne kemi raste për fat të keq të shpeshta të gëlltiqjes së trupave të huaj, qoftë në traktin digestiv ose aspiracionit në traktin respirator, që shpesh kanë edhe pasoja të rënda, dhe këtu vjen në shprehje kujdesi më i madh që do të kenë prindërit për fëmijët më të vegjël, të cilët shpesh trupat të huaj gëlltitin apo aspirojnë, dhe pastaj ajo është një sfidë tjetër se si ata trupat t'i largojmë edhe të lirojmë rrugët e frymarrjes ose të lirojmë traktin digestiv. Këto janë, do të thonë, përgjegjësi jo e vogël e familjeve, e prindërve,
kuptohet për çështje tjera, sëmundje tjera, janë këtu mjekët am, jemi ne pediatrët, qoftë në nivel primar, sekundar ose te klinika jone, ku ofrojmë shërbime 24 orë dhe për çdo sfidë apo shqetësim të tyre ne jemi këtu për të dhënë përgjigje, për të dhënë ndihmën tonë. Dhe në fund, doktor, cili do të ishte mesazhi juaj për ditën botërore të shëndetësisë? Ashtu siç është edhe moto e këtij viti e kampanjës nga organizata botërore, është që të gjithë së bashku të kujdesemi për shëndetin, jo vetëm për shëndetin tonë individual, por për shëndetin e gjithë shoqërisë, por për shëndetin edhe e planetit tonë, duke përmirësuar edhe sjelljen tonë ndaj vetvetes, ndaj të tjerëve, por edhe ndaj vetë ambientit ku jetojmë. Duke kujdesur për ambientin tonë jetësor, ne kujdesemi edhe për shëndetin tonë shëndetësor edhe mental. Prandaj të kujdesemi të gjithë së bashku për shëndetin tonë të bashkët, edhe për, siç është edhe motoja e këtij summitit që mbahet në Francë, One Health, do thonë një shëndet që aludon edhe në një planet. Ne kemi një planet edhe shëndeti jonë varet edhe nga shëndeti i ambientit ku jetojmë. Pikërisht. Ju faleminderit edhe një herë që ndatë kohë që t'jeni pjesë emisionit tonë të ritmi i ditës, pikërisht në këtë ditë kaq të madhe, kur bëhet fjalë për shëndetin e njerëzit. E dim që e keni të vështirë që të ndani ju mjekët pikërisht në orët e para të mëngjesit për një intervistë të tillë. Ju falenderoj për zemërsisht edhe një herë që ishit pjesë emisionit ritmi i ditës. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi.